Përshëndetje për të gjithë shikuesit të Agjencisë së Lajmeve Kosova Press. Avokati mbrojtës i ish kryeparlamentari të Kosovës Kadri Veseli Rodney Dixon po vazhdon deklaratën përmbyllëse në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Ai para trupit gjykues ka thënë se nuk ka asnjë provë e cila dëshmon apo argumenton akuzat me të cilat e ngarkon zyra e prokurorit të specializuar pra klientin e tij Kadri Veseli. Ndër tjerash, ai ka thënë se për të gjetur prova dhe kur nuk ka mundësi ZPS-ja të gjej prova kundër Veselit ka bërë akrobaci. Po ashtu ai përmendi edhe kartën e lojës për friksim, ku tha se kur përmendi dëshmitarët ndërkombëtar, pra Dixon tha se prokuroria i ka dhënë hapësirë dhe mundësi që të flasin dëshmitarët, kundër tjerash ka pasur rastet që të njëjtit, pra kanë dhënë dëshmitë e tyre në mbetim, por kanë gënyer pra para trupit gjykues në dhomat e specializuar të Kosovës këtu në Hag. Po ashtu, mes tjerash ai ka përmendur edhe listën e asgjës, ku mes tjerash pra tha se nuk ka asnjë dëshmi, asnjë provë të vetme që Veseli ka lëshuar ndonjë rregullore, ka komunikuar me shtabin e përgjithshëm gjatë kohës që ka qenë jashtë vendit, apo ka lëshuar komunikata të tjera ose ka kërcënuar dikë, apo siç ka vazhduar pra me dëshmi duke thënë se nuk ka as edhe një rast të vetëm pra që e dëshmon, argumenton akuzat me të cilat pra pretendon për krime lufte zyra e prokurorit të specializuar. Po ashtu Dixon ka përmendur edhe po ashtu ai pra trupit duke u drejtuar trupit gjykues ka thënë se aktgjykimi i tyre në fund pra të kësaj faze përfundimtare do të jetë vendimtar, po ashtu edhe që do të hyjë në histori si një vendim shumë i rëndësishëm që për Veselin, por edhe për katërshën pra të tjerë siç është ish-presidenti Hashim Thaçi, Recep Selimi e Jakub Krasniqi, pra për të gjithë katërshën e UÇK-s, tha se ky vendim do të jetë shumë i rëndësishëm dhe do të hyjë në histori. Dëshmia e deklarata në fakt përmbyllëse e Dixon, pra avokatit mbrojtës të Veselit, do të vazhdojë edhe pas pauzës, pra dhe do të zgjasë deri në orën 1, ku më pastaj do të vijohet me deklaratën përmbyllëse të ekipit mbrojtës të Selimit. Dëshmia e Dixon deklarata përmbyllëse e Dixon pra ka nisur gjatë ditës së djeshme pas përfundimit të palës pra ekipit mbrojtës të ish-presidentit Hashim Thaçi, ku mes tjera gjatë ditës së djeshme pra avokati i Veselit ka thënë se 262 herë përmendet pra Veseli në dosjen përfundimtare të ZPS-s, ku asnjëherë pra nuk ka asnjë provë të vetme që Veseli ka kryer krime lufte, siç pretendon ZPS-ja. Pra deklarata përmbyllëse ka nisur gjatë ditës së djeshme dhe do të zgjasë 4 orë e gjysmë. Por ndër tjera mund të themi se në përfundim pra të deklaratës përmbyllëse të avokatit të mbrojtës të Hashim Thaçit, pra të Luko Mishetiq, ai ka thënë se Hashim Thaçi është i pafajshëm dhe i njëjti duhet lirohet dhe sa më parë të kthehet në shtëpi. Edhe Mishetiq ka thënë se nuk ka asnjë provë që Thaçi ka kryer krimet me të cilat pra pretendon ZPS-ja, ku mes tjerash më jashpër se kaq ka qenë edhe avokati mbrojtës pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra po flasim për Prosper, pra për Pierre Richard Prosper, i cili ka kritikuar ashpër pra prokurorin e specializuar, ku ka thënë se si është e mundur që prokuroria të flasë ashtu për dëshmitarët ndërkombëtar, me që të njëjti pra ZPS-ja ka thënë se dëshmitarët ndërkombëtar nuk kanë qenë mjaftueshëm të informuar për atë se çka ka ndodhur në Kosovë. Për këtë Prosper ka thënë se ata të njëjtit kanë pasur rol të rëndësishëm pra nga vendet ku ata kanë ardhur, dhe ata të njëjtit kanë rol, mund të mos i duan brenda speciales, por ata kanë rol dhe duhet respektuar
duhet respektohen profesionet e tyre dhe të njëjtë gjatë kohës së luftës në Kosovë, pra nuk kanë qenë vetëm kalimtar rasti, por kanë pasur pozita pra të rëndësishme. Për këtë ai ka thënë se kjo deklaratat e tilla të ZPS-s janë arrogancë, mungesë respekti dhe ignorancë mes tjerash, pra ka thënë Pierre Richard Prosper. Pas përfundimit pra të deklaratës përmbyllëse të ZPS-s, ka qenë radha pra e ekipeve mbrojtëse të avokatëve mbrojtës të 4 SHS-UÇK-s, ku sot pritet të përfundoj pra deklarata përmbyllëse e ekipit mbrojtës të ish kryeparlamentarit Kadri Veseli, ku më pas do vazhdohet pra me ekipet tjera mbrojtëse të Selimit dhe të Krasniqit. Ka që nga kjo lidhje direkte këtu nga Haga, ne do t'ju mbajmë të informuar për gjitha zhvillimet të cilat do të i përcjellim live, por edhe me transmetime të tjera përmes platformave të Agjencisë së Lajmeve Kosova Press.